Hashim Thaçi, sipas dokumenteve sekrete amerikane. George Washington. Në dokumentet sekrete të diplomatëve amerikanë që u vodhën dhe u publikuan nga WikiLeaks, Hashim Thaçi përshkruaj me fjalë që asnjë lider politik s'do të donte t'i lexonte. Në disa kablograme, emri i tij e pëson rënd nga komente të ashpra, dyshime e madje edhe tallje. Çka mendonte Amerika në të vërtetë për të? Le t'i hapim dokumentet. 11 shtator 2001. Për rastësi, kablogrami i parë u dërgua në Washington vetëm 2 orë para se të niste sulmi famkeq terrorist në 11 shtatorit. Kablogrami që ishte qëndisur nga John Menzies, shefi i misionit amerikan në Prishtinë, kufonte nga komentet e ashpra direkte ndaj figurës së Thaçit. Aty Thaçi prezantohej si një figurë dobët politike që donte ta ndërtonte fuqinë e tij vetëm te lidhja me Amerikën. Sipas këtij teksti sekret, Hashim Thaçi ishte i shqetësuar se SBA-ja s'po interesohej për të, e zotë ishte miqësore me të. Ky komunikim ishte bërë para një vizite të Thaçit në Amerikë, vizitë që sipas Menzistit ishte bërë që ky i fundit ta maste thellësinë e zhgënjimit amerikan me të. Thaçi pra e dinte që Amerika ishte e zhgënjur me të, por se dinte sa. Pjesa më interesante e këtij komunikimi për lidhjen e Thaçit me Amerikën është te fjalia e mëposhtme. Është Thaçi që më së shumti është mbështetur në aleancën e supozuar me Amerikën. Shiheni që është shkruar fjala aleancë në thojza. Pra, s'ka kurfar aleance dhe diplomati Menzies është i qarje tallë që e përdor atë fjalë. Në një tjetër pjesë të tekstit, Menziesi është krejtësisht direkt dhe e thot qartë se Thaçi kurrë të arrijë Rogovën si një figurë atërore për shqiptarët e Kosovës. Ai madje përshkruan edhe një ngjarje kulturore ku kishin qenë të dy, edhe Thaçi e edhe Rogova. Në një ngjarje kulturore më 8 shtator, Rogova duke i relaksuar dhe lidhej mirë me publikun. Për dallim prej tij, Thaçi mbajti fjalim të thotë. Në këtë tekst sekret, Thaçi paraqitet aq i dobët sa shprehet mundësia që ai të mposhtej madje edhe nga Ramosh Haradinaj në zgjedhje. Bilesh shprehet mundësia që Thaçi ta humbte edhe kontrollin e PDK-s. (22 qershor 2006). Kablogrami i radhës ishte shkruar nga ana e Philip Goldberg, që ishte pasuesi i Menziesit për pozitën e shefit të misionit amerikan në Prishtinë. Aty paraqiten shqetësimet e Thaçit për thashë themet se Joachim Rücker mund të bëhej shef i UNMIK-ut. Sipas Thaçit, siç njoftonte diplomati amerikan, Rückeri ishte i korruptuar dhe PDK-ja s'ndihej rahat të bashkëpunonte me të. Komentet e Goldbergut janë që pretendimet e Thaçit për Rückerin nuk kishin bazë, pra Thaçi nuk mund të besohej. 8 gusht 2007. Teksti i radhës konfidencial është përgatitur nga ana e zëvendësshefit të misionit amerikan, Alexander Laskaris. Aty tregohet se kishte përplasje të ashpra brenda PDK-s, e madje edhe kritika direkte nga zyrtarët e partisë ndaj Hashim Thaçit që ishte kryetar partie. Këto kritika vinin kryesisht shkaku i punës së tij me ekipin e unitetit. Negociatat në Vjenë rezultuan në shumë kompromise, por pavarësia s'po vente. Madje, aty diplomati amerikan Laskaris shton se Thaçi ishte aq i friksuar nga Fatmir Limaj sa nuk po e mbështeste më idenë e listave të hapura në zgjedhje. Friksoi që Limaj mund të merrte më shumë vota në PDK dhe ai ta humbte legitimitetin si kryetar. 10 janar 2008. Në një tjetër kablogram sekret të bërë pasi Thaçi fitoi zgjedhjet për herë të parë, është përgatitur një biografi shkurtër e tij. Dhe edhe ajo përmban komente mjaft interesante. Në një pjesë të këtij kablogrami të përgatitur nga shefja e misionit Tina Kajdanov,
Thaçi përshkruhej si bashkëbisedues i paparashikueshëm dhe me raste i pabesueshëm. Pra, ai shihej si një politikan fjalat e cilit s'mund të besohej 100%. Pra, i njëjti qëndrim si në kablogramin e shefit të misionit Philip Goldberg. Mëtej, Thaçi përshkruhet edhe si një operator politik i zgjuar, megjithse nganjëherë kokfort dhe shpesh rezistues i këshillave që i sheh si kërcënim të interesave politike. Një komentim më interesant në këtë tekst konfidencial, ajo e bën kur thotë se Thaçi ka shprehur një shkallë pasigurie. Mund të supozojmë që është fjala për atë lloj pasigurie që të bën të mos ju besosh njerëzve. E si rrjedhoi e kësaj, Thaçi ishte i detyruar të besonte një grupi të vogël e të fshehtë të bashkëpunëtorëve që ishin të papërvojë e mund t'i bënin dëme të mëdha. Për cilët njerëz të Thaçit ishte fjala këtu veç mund të supozojmë, por se parashikimi i diplomates amerikane në prag të pavarësisë së Kosovës doli i sakt, kjo s'mund të mohohet. Sidoqoftë, ky kaplogram i përgatitur nga Kajdanov është më pozitivi për figurën e Thaçit. Megjithatë, Thaçi ka demonstruar qëndrueshmëri të jashtëzakonshme në ringjalljen e karrierës së tij politike dhe në sjelljen e PDK-s te fitoria në zgjedhje. Ai ka arritur të tejkalojë rivalitetin e kaluar me LDK-n për të mirën e shtetit të ardhshëm të Kosovës, shkruhet tutje. Nëse e dim se çka pasoi. Në vitin 2010, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden do ta quante George Washington Coast. Megjithse diplomatët nën të, si duket, kishin qëndrime krejtësisht tjera. Çka ju la më së shumti përshtypje nga këto përshkrime të diplomatëve amerikan për Thaçin? Na lini të kuptojmë në komentet e mëposhtme dhe mos harroni, bëjeni like e subscribe.